U raportua që disa ditë që ajo ka bler shtëpinë, madje pati edhe shumë komente, ajo që më ka rënë më së shumti në sy ishin komentet nga ndjekësit që u bë, duke e kritikuar, duke i thënë se ku i mori parat, pasi, siç u tha, në atë zonë është shumë e shtrajtë të blesh një shtëpi dhe se kushton mbi 500.000 euro. Dhe me njëherë pas këtyre komenteve që pam në rrjet, ndoli edhe lajmi për zjarr, edhe pse një gjë e tillë siç kam pa deri më tani nuk është konfirmuar nga vetë ish-banorja. Kështu që thjesht janë aludime dhe normal duke marrë parasysh më shumë mediat në Shqipëri. Në fakt, u doq tërësisht apo ishte lokalizuar gjithçka? Redion? Ka qenë, zjarri ka rënë vetëm në pjesën e balkonit të banesës, ku prej ditësh tashmë ndjekësit kanë marrë atë lapsin dhe fletorin dhe po bëjnë llogaritë dhe është bërë një temë shumë e bujshme në rrjetet sociale, se si një ish-banore Big Brotherit, një influencer, arriti të blejë një shtëpi, ai sa ka përfshirë dhe politikën, ish ministri i drejtësisë në Shqipëri, Ylli Manjani, ka ironizuar duke thënë se mora vesh sa e ka vlerë 500